2 ditë pas grabitjes spektakolare në muzeun më të famshëm të botës, prokuroria e Parisit Laure Bocuse ka zbuluar se dëmi i vlerësuar nga vjedhja në Louvre kap shumën prej 88 milion eurosh, por siç paralajmëroi ajo, kjo shifër nuk është asgjë përballë dëmit historik dhe simbolik që kjo ngjarje ka shkaktuar. Në një intervistë për RTL, Bocuse tha se shpreson që grabitësit ta mendojnë mirë përpara se t'i shkatrojnë këto objekte, duke paralajmëruar se shkrirja e bijuterive nuk do t'u sjellë atyre asnjë përfitim real, pasi ato janë të njohura dhe të pashitshme në tregun e zi ndërkombëtar. Hetimi është duke u zhvilluar me intensitet maksimal. Një grup prej 100 hetuesish është mobilizuar në Paris, ndërsa ende nuk ka asnjë të arrestuar. Autoritetet janë në kërkim të 4 autorëve, të cilët arritën të arratisen me 8 objekte të çmuara të kurorës franceze, por hetuesit dyshojnë se pas tyre qëndron një rrjet më i gjerë bashkëpunëtorësh që kanë ndihmuar në planifikimin dhe realizimin e këtij operacioni të përmasave të rralla. Një detaj interesant nga hetimi është fakti se vinçi mekanik që u përdor për depërtuar në katin e parë të muzeut ishte marrë përmes një qiraje të rreme, duke përdorur një justifikim për një zhvendosje shtëpie. Një punonjës i kompanisë që lëshoi mjetin është përballur më pas me 2 persona kërcënues, megjithëse nuk është ushtruar dhun ndaj tij. Rasti është tashmë pjesë e dosjes hetimore.